Anada ka takuar në fermë motrën e saj, që e këshilloj të kënaqet pak më shumë dhe ta shijoj pak më shumë. Ndërsa në studio vjen zarfi me 4 emra që do të shkojnë në sfidë sonte. Faleminderit, eja këto. Një duar trokitje për Marildën, një nga gocat më të mira që kemi. Atëherë, shojmë nëse Anada është bashkuar apo jo me pjesën tjetër të fermerëve, me sa duket ende, unë do ta pres, sepse do doja sigurisht që të jenë të gjithë të pranishëm për të mësuar se cilët janë 4 fermerët e tjerë që do t'i bashkohen 4 shesë të mëparshme në këtë sfidë të pazakont. Ja tek vjen Anada, sepse po e shikoj që po e presin. Atëherë lutem mundsoni lidhjen me fermën. Yje, e di që jeni të emocionuar nga surpriza e Anadës dhe dëshironi të jepni të gjithë një përqafim, mirë po, sonte na pret një natë e gjatë, me një maraton emocionesh, surprizash dhe në këto qaste ankthi. Kam në duar zarfin me 4 emrat që do të shkojnë në sfidë sonte së bashku me Sarën, Malborën, Gresën dhe Olën. Atëherë. Publiku ka vendosur se do të shkojnë në sfidë sonte Dona. Bashkë me Donën do të shkoj Iliri. Dona, Iliri. Bashkë me ta do të shkoj Sandoli. Romiri. Dhe fermeri 4-rt Fermeri 4-rt është Anada. Dona, Iliri, Romiri dhe Anada. Dhe nga ana tjetër, Gresa, Malbora, Sara dhe Fabiola. 8 në sfidë. Njëri i kënsonte. Se çfarë do të ndodh, ju a them pas pak.